Biznismeni serb Vuk Hamović vazhdon të fitojë miliona euro nga Kosova për bartje të rrymës përmes kompanisë së tij Energy Financing Team, e njohur si EFT. Sipas të dhënave të platformës rajonale Sekao për ankandet e energjisë, shihet se kompania Hamovićit ka fituar edhe këtë javë në ankandet për transport të rrymës nga shtetet e rajonit për në Kosovë. Përveç saj, në ankandet e ditëve të fundit ka fituar edhe kompania Gent, ku kishte punuar si konsulent ambasadori i Kosovës në Kroaci Martin Berishaj. Ekspertja e energjisë Janina Imeri e shpjegon skemën se si Kosova po paguan shuma të larta për bartjen e rrymës, ndërsa ankandet ditore zakonisht fitohen nga kompanitë EFT, EPS dhe Geni. Në ankandet e bartjes energjisë elektrike, po del se jemi të pagu shuma shumë të larta për bartjen e energjisë elektrike. Këto ankande i fiton zakonisht në baza ditore EFT, e cila është nga Vuk Hamović, EPS, Elektroprivreda Serbia nga Mali i Zi. Energjia elektrike mund të jetë për KEC, mund të jetë për KESCO, po kost e din sa pagujmë ne edhe sa vetëm po kalon si energji elektrike, pra pa kosto për ne. Çka mbetet me spjegu edhe atë në mënyrë urgjente është kost të spjegoj kush po e bjen energjinë elektrike, për sa para po e bjen dhe sa po pagujmë na. Pse kjo duhet jetë me patjetër, sepse ne sot po shkojmë në import sipas doganës 220 milion euro, ndërsa për rrugë shihet se nga Maqedonia në Kosovë vjen rruga me 17 milion euro, nga Mali i Zi me 4.3 milion euro. Sa po pagujmë na, sa po kalon tranzit. Imeri ngresh shqetësimin se ndonse energjia përfundon te KEC ose KESCO, vetëm kost e di sakt se kush e sjell energjinë, me çfarë çmimi dhe sa paguajnë konsumatorët, informacione që sipas saj mungojnë plotësisht në komunikimin zyrtar. Se në vitin 2024, KEC, që shpërndon energjinë elektrike, thotë se shpenzimet ndërkufitare, pra këto, janë rrit në 13.7 milion euro, pra mbi 300%, edhe KESCO, këto, na tregon se shpenzimet ndërkufitare, prap, janë rrit nga më pak se 1 milion euro në 9 milion euro. E rëndësishme të dihet është se kena aktorë që janë në të njëjtit punë. EFT shkon nga Mali i Zi edhe nga Maqedonia, po edhe Geni. Edhe tjetra është që rruga tjetër, pra nga Kosova në Maqedoni, kushton shumë më lirë. Edhe kjo na duhet patjetër jo vetëm të parandaloj rritjen tjetër të energjisë elektrike, po edhe të na shpjegoj deri tash, në këto vitet e fundit, çfarë kemi paguar për 3 herë të rritjes së energjisë elektrike, edhe më e rëndësishmja, kënd po e paguajmë. Rruga për operimin e kompanisë së Hamovićit në treg u hap në shtator të vitit 2021, kur zyra rregullatore të energjisë në Kosovë vendosi të zgjas licencën deri në shtator të vitit 2026. E siç dihet, ZRE funksionon në ndikimin e drejtpërdrejtë të qeverisë së Kosovës.